Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në emisionin Lemza, ku si gjithmonë përmes këtij emisioni ju sjellim personazhe nga më të ndryshmet. Për ta përshkruar më së miri personazhin të cilin e kam të ftuar sonte, unë do t'ju referohesha thënies që asnjë piktor nuk mund ta përshkruaj natyrën aq lirshëm se sa një avokat të vërtetën. Pra, me mua sonte në emisionin Lemza, zonja dhe zotrin avokatja Fehmie Gashi Bytyqi. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Kur jemi tek Lemza, Fehmie, a ki ndonjë histori me Lemzën? Sa shpesh të kap Lemza? Lemza më kap relativisht shpesh, po është karakteristike që kur më kap me, do me thonë, nihet shumë. Edhe të Lemza edhe të shtima. Bile të shtima ndodhë o nina në shtëpinë tjetër, edhe të Lemza natyrisht edhe më njëherë më lejnë me mendu. Edhe më njëherë më lejnë me mendu kush zakonisht njëri përmen më të dashurit, derisa ja qëllën, mandej kam dëgju që është mirë kur të kap Lemza, tash këtë formule kanë kuptu edhe fëmijët, me të befasu dikosh. Edhe diçka me të thonë që ti më preokupu, si duket është pak edhe bazë psiqike, kështu që i përdorëm edhe këto sende në shtëpi. Fehmie, në këtë emision do të flasim prej fëmirisë tënde e deri në ditët e sotme. Me kënaqësi. Ju vini nga fshati Glavic i komunës së Lipjanit, ku atu e keni kaluar fëmirinë. Si e mban mend fëmirinë? Glavica është vendi më i dashur për jetën time. Është aq i dashur, saqë sa herë shkoj fëmijët prej kur janë të vegjël, edhe tash që janë rrit ata e quajnë, erdhëm te Paris i mamit. Jam shumë e lidhur me fshatin, me familjen time, me arat e mia, me arat e fshatit, me çdo gjë që është aty. Edhe aty ndina vetvetja, aty nina gjithçka. Tamam Fehmie. Gjithsesi Fehmie edhe nuk jam shumë i njerëzve që janë atë fshat. Çdo gjë më duket aty është e imja. Fehmie, kur jemi tek fëmiria juaj, baba ju ka lënë shumë të vogël, ju jeni rritur vetëm me njërin prind. Nënën e keni pasur edhe nën edhe bab. Sa është e vështirë mu rrit vetëm me njërin prind? Në fakt, unë nuk di çka me të thonë, ty është e vështirë, është e lehtë, sepse të flas për ndjenjen e babait, nuk e di jetë si është. Për shkak se në moshën 2,5 kam qenë, kur babai më ka vdekë edhe unë jam rrit, do me thonë, me nanën, me 2 motra edhe me 3 vllazërit. Mirë po në radhë unë jam e vogla, jam sugaresha, edhe motrat janë martu ma heret, ashtu që një lidhje 8 madhe kom pas me vllazën, ndërsa nanën e kam pas, për shkak se që 10 vite nëna më ka vdekë, dashuri të 2 fesht. Kjo është nana ime, Asimja, e cila i përulem për gjithë jetën, për mundin, sakrificin, po më dhe në gjerë. Këtë foto e moj edhe në zyrë, sepse ajo është bazamenti jetës ime. Ju ka rritur me shumë mundime. Shumë, të jashtëzakonshme. Edhe kur vinë klientët i drejtohen bashkëshortit tim agimit, thotë, falni nana, kujt është kjo? Sepse e shifni është me shami, me lek, edhe agimi është shumë modest, shumë tolerant, ai thotë, është nana e Fehmies. Unë i thamë, më falni zotnivesh, dilni dhe njerë, shikoni reklamën, çfarë emri po shkruan. Kjo është më e pakta që mund ta bëj për nënën time. Gjithë këto vite që sa jam çdo herë i referohemi këshillave të saj, fjalëve të cilat mi ka lënë dhe dashuria ime është shumë e madhe për te. Ju ka rrit, ju ka eduku, me shumë munde, saqë veç nëse filloj me mendu, veç u emocionova fillim të emisionit, me shumë mundime që sot ju ka rritur duke punuar tokën, duke i vetëm tokë, s'kena pas të ardhur nga kërkaheq, do me thonë, 2 hektar tokë i kena pas atëherë, i ka pas ata se unë kam qenë fëmijë, edhe nana dhe Duhan atë ku kanë bashkëpunu me kooperativën bujqësore, Kamil, kur na kena qenë këtë vegjël, për shkak se motra madhe ka qenë dikun 16 vjeqe e martuar, motra tjetër 14 vjeqe Nazmia që ka vujtë shumë, po dhe Rimzia se ka qenë me madhja, normal. Mandej vllazit me ranë Sameti, Rahimi dhe Agimi, asi janë munu gjithçka që t'jetojnë, do me thonë, me bashqe, me tokë, me Duhan, me lop. Ju njeni si ndërbareshat më të vogla të fshatit. Që në moshën nga 4 vjeqare, ju keni fillu me i rujt baktin. Atë kujtot kur e ke lani veç? Po, do me thonë, edhe pse unë kam qenë e vogël, një farë mënyrë gjithë se cili e na munu me kontribu, po nështë për dallim për tjerë fëmijë që kanë obligim, unë e kam një shumë dashuri, do me thonë, për me rujt ljo për mandej. Ashtë dashurit madhe, deri në atë pikë, sa që a ditë kur jo martu, kur kanë ardhë me marë këta prej Prishtinës, edhe
thjesht më bënte shumë përshtypje që po martona me njerin që e du, po nuk më duke që gjithë shka du të me lanë pëse unë po martona, edhe një moment unë jam e veshun si nuse, me duvak, me fustan, edhe kthej kryte dhe i thëm nanës, a i keni dhonë vici tuj? Edhe aje thëtë, sot po të bjen mena, thash po mësu hutoni, se unë nuk po shoh diçka tjerë do kanshme që po ndodhë to. E mojnë men, prej lektyra kam lexuar gjithmonë, dhe prej fillimit, kur kom fillu shkollën, si kështë për klasës 2, edhe tu e ru lopën. Po, si të mos për klasës 5, unë e kam fillu të lexoj romane, dhe gjitha ato romane i kam lexuar pjesën dërmuese duke i ru lopt, pa deri sa kam shku në fakultet. Është radha tani të ndjekim një insert me vëllaun e Fehmijes dhe me Bacin Xhevat, të shohim se çfarë kanë thënë ata për fëmijërinë e saj. Po këtë foto ku ma gjete? E ka lanë shumë të vogël, arsye që ka vdek vitin 68, kurse Fehmija ka pas ma pak se 3 vjetë. Jemi rritë domon me një familje me probleme ekonomike fjalla. Mi bëtu falendru nanës që e kanë shumë e përkushtume dhe shumë kanë qenë si të theme aftë, nuk na ka mungu kur gjë përveç mungesës babës. Na ka ndihmu domon dajt pse beve të ndryshëm, mënyrë ndryshme, edhe nana ka qenë shumë punëtore, kemi pas tokë, dhe mon të punu tokën, si në atë kohë rëthanat kanë qenë asistore, që kemi mbjetue. Kemi mojë dhe mon kafsh shtëpjake lëp, edhe hish ka qenë pa përtes mi këqyrë lëp, mi ka kullot, mi për gjithë mon libren, kujtojt e ka marrë me veti. Të umonu me pastruhe edhe kanë qëlluhe djemë të agjallare, kemi qenë kalamlak në atje të shpia vjetër, edhe jam ka marrë që këtë qizmet, jam ka hupe të i la. Kur jenë dalë ta ku jenë qizmet, tek atëre kanë kuptu që Fehmija ka bota, në të kuptim që kënejt bu në azoja, kënej e ka pas këtë, jo me qëllim se ka bu, po që shtu ka qenë edhe dinmi për vendime dhe nuk të rejket bashlet. E tash pëmdhimet burri sa që pëtut në mos pëkonit e lashe se vendimet i merë, po unë besoj që dhe burri jam provar. Pa, mungesën e Fehmijës se këmë di, gjatë studime, kje banej atje, edhe u frigësh që ma merë në Sherli, po edhe murë që është dhe mojnë qytetit të fjallë. Kur është martuhe, kur shkoj e përqëllëm me ato traditet që i përqëllëm fshatë, edhe nuk e pranej, kështu se jam moj vetit që jem burë, po kom qaj dhe mon një kuqë se ka ditë kërkush pse. Ka qenë mrak edhe sët është me fshi, me pastru kur të vjen në bërë, ka qenë me dalë nara, me këqyrë ara që që kemë në megjat. Lijat i kom mrak, pijtë të laknur në i thëmë, që dhe mos pranë verë. I thëmë, po vjen shpesh me modër për ma lodhë grunë, e kam grunë punë. Edhe thotën e kam hisë, dhe me keqarë dhe modë, hisën e ki bomba nuk ka hisë, shpinë e ka pas vjetër, ja ku mjeket edhe, po hisë e ki në tokë, ashtu ku jem, ku jetojmë tash, këto investimi janë tonë. Trimnini në nësë temë se ka. Ato kur vjen puna, nëna jam ka qenë shumë trimnesh, e ka pas shtirë me rritje tima, po i ka dalë në krytë. Femën e njëfë që nga djepi, femë është rritë të jetime. Babe ka pos nonën, punëtore ka pos nonën, tharnë ka pos nga nona, veshën e ka prit për none, librin ja ka bli nona, të e shqit një pull me 5 sopave. Nonën ka pos si babë, se baba e ka vdekë kënsoj shumë herët. Këto baba, kjo nuk e njeh babën. Nuk e di çka është dashnia e babës, po ne përmes nonës dhe ne përmes nesh e njeh kër e ka pasur babë edhe në mes fotografisë kur e sheh. Nona e femës, përveç që ka qenë gru, kjo ka qenë edhe heroin. Kjo ka ditur me eduku, kjo ka qenë edhe mësues.
Kjo ka ditë me projtë edhe shpinë, se në shpit saj s'ka kuzu kush më sjell, i huj e pa i ditë për shka po vjen shpi. Fema nuk e ka ditë shka është rruga. Fema e ka ditë shka është më shku më nejtë të një shoqe të këjshia, edhe femen e ke pa nara. Jo vetëm femen, po edhe djemë të saj. Ajo ka qenë qasë edukatore, që fëmijët e ka eduku që një kafshat bukës, neve na vynë me fitue, prej vetë edhe pinirësës tanë. Bile kur ka fillu kjo më dalë, si qabanesh që thëshmin atëherë, nuk më mërmeni që ka pas ma shumë se 4 vjetë. Po kjo shkeke që ashtu maslopës gjithë mund të nga e të ugzue shqyqyr që e kam. E laj kjo viqin. E bile nëna e vetë njëre, pa thonë edhe një fjallë më kujtu tash, një pa thonë kësoj tha, me la tha kjo vetën. Që se lanë tha viqin, kishë më qenë pak ma e bardhë, se kjo është e zezë edhe viqin po këshyri me bëhet bardhë. Ka qenë zanë se e shkëllqyshme. Mësimin e ka dashtë shumë. Kjo është e para që ka fillu shkollën në Shatan, që i ka dhonë edhe shembull tjerve, prej kësaj në kanë fillu tjera. Para kësaj nuk kemi po dhe një femen që shkolluhe. Zotje dënë ato që ka kryte këthjellët, edhe mendjen e pastër, edhe shpirtin e bardhë. Dhe fema këto i ka. Fem, apo na tregon kur po do me marr hisën që të takon të shtëpia e babës? Në fakt, për dallim për 2 motrave tjera, Remzia dhe Nazmia, që theshin inshallah për hajr, gjithçka bëhet mirë, bashkëpunim me Agimin, me vllaun, unë e mora një letër të bardhë, edhe bërëm një proces verbal për ndarje. Në atë kohë nuk isha avokate, isha vetëm juriste edhe e shkrova në fillim. Do me thonë me datën kaq, nodën vendin ku ndodhi, gjithçka shkoj mirë. Ndonë mirë, po vajzat e Mustafës edhe të Hasimes, na 3 motrat, heqim dur nga e drejta për të trashëgu, mirë po për këtë detyrojnë të suni duran, ajo është detyron, po që vllazni tonë, Sameti, Rahimi dhe Agimi, të na presin, neve motrave është fjala bijav, me mirë besim, bona fides quhet latinisht aty, neve dhe fëmijëve tanë. Edhe kështu që, do me thonë, këtë model... Do me thonë, keni jek dorë prej trashëgimis për me lanë vend si bi? Për vend si bi, po sigurisht nuk kena dashtë me ndryshu tradite në asnjë mënyrë, sepse edhe unë me një emision nuk e që kuptova, isha me një debat me një hoxha dhe me një preft, edhe tha unë për ti e kumë pri që ti keme qenë model, unë jo model aty ku ka mundësi, për me bu fjallë edhe lafe edhe mësë me dalë kërkun, unë nuk jo model, sepse për shembull e po... Kështë si dele e zeza? Si dele e zezë, mesin e tyne, për shembull aty është që i thujmë na Vllazni Llaku, janë këtë familja gashve, agjallar, djemë të agjallarve, çfarë absurdi është bija me shku atje. Edhe pse vllaznit e mi më kanë thonë, ku do që dushti, nëse do një që i thujmë na i vikendis, kështë shkurt, eja motër bëne, po nuk e kam dërmet, e gjdo kun, aty jo, sepse thjesht nuk du me thuj traditen. Ju jeni ndër femrat e para, që jeni shkolluar dhe keni qenë shembull edhe për gjeneratat tjera. Keni përfundu fakultetin juridik, keni punu në minjerën e babushit, pastaj keni qenë edhe aktiviste në shoqatën Elena. Apo na përshkruan këtë rrugë tim, sa ishte e vështirë shkollimi? Pika parë, basi Gjevate përmeni tha ka qenë femra e parë, po para me ka qenë mësusja ime, Selime Reqica. Ka qenë insistimi i nanës, natyrisht, për kraja madhe e vllaznive, Sametit, Rahimit, Agimit. E sidomos e vllaut madh me cilin keni një lidhje emocionale. Po, vllaun e madh Sametin, se mund të midhnohet Agimi, se me gjithë e kom ka një diçka edhe kur thëm, jo ky, prapë më dalin ma dashunit, po si duket vllau Sameti e kanë zonë automatikisht venin e babës. Ndaj ti jam shumë e lidhon, emri ti është shumë i madh për mu. Vllau madh ka kontribu shumë, edhe Rahimi edhe Sameti, edhe në atë ku sidomos kanë punu në Gjermani, edhe une jo mundu që edhe kam kry në afat fakultetin, në mënyrë që edhe familjen ta bëj krenare, po edhe pse kam qenë ri, kam pas ambicje për me punu, për me ngrit, për me ecë, gjithmonë mos më knaq me ato që e ke arrit, edhe ashtu kam ecë si femra e para të në fshat, do me thonë që e kam kry. Edhe keni qenë shembull edhe për gjeneratat tjera. Po ata po e thojnë të tjerët, po une kam dëshirë, do me thonë, kur të shkoj këto vajzat e reja me
inkuraju, me i shty, me ju thonë, pa më keq kuptu, shkollonu, ngretuni, mëse përtrini jetën e gjysheve t'juve, mëse përtrini jetën e nanave t'juve, esni ma përpara, sepse jeta e femnës është sikur veturën që e ke timunin dorë. Është mashkull edhe nëse nuk shkollohet, nuk prish punë, mund gjinet si punëtor fizik, si shetës, si tëna punë mund t'i krynë, së është mashkull. Pas e keni përfundu fakultetin, atë kujtot hera e parë kur ke dalë në kafeteri edhe me kënë ke dalë? Në fakt po, kam përfundu në fakultetin edhe kom fillu në atë kur në shpërndajt e komuna në minjerën e Babushit edhe bashortin tim që tani e kom agimin, unë e kam njohur prej klasës 7, bile vajzën tash e kom 13 vjetë edhe kur kem në herë na i mos pajtimi në herë më thot, po ti ke shku me babin prej klasës 7. Unë i thëmë s'mi nga të këto çështje se unë e kam njohur. Edhe kom marrë në Prishtinë me 12 prill, 1990, ka qenë ditë e ajte duke rënë shi. Që ka pas veshun? Edhe të lidhin e era, agimin do me thonë e kom pas shok të vllaut, shok të Sametit, edhe një kohë kom pas një respekt shumë të madh, se është shoku i vllaut. Qysh preferon shokun e vllaut e punë e burr? Jo se bona pa, jo më voni, mu ma kish vënu synin, edhe si është dashuria, më e pas shpjegume. Edhe unë vi me nejtë të këta, më thirë agimi, edhe më ndem thot agimi a dalim, edhe shkojmë dikon, them drejten, gjithë ka e thamë, për hirtë por kama ime ka shkel në kafe që i kanë thonë, sepse jem rrit me një edukat tjetër, edhe në gjeneratën tonë ka qenë nëse shkon në kafe që ti kanë shku qytetarët e Prishtinës, po në edhe pse kena kry studimet jo. Edhe bitë e shi, kjo ka pas të veshur një këmish e gjelbësht, si fleta arës që i thojmë, bide një këmish të njetë, ja kom ble vitin 2001 në Amerikë, ja kom gjetë, edhe shkonëm aty, dhe kur shkonëm ishte kafiqi Mr. X. Edhe kjo si motët shokut, tha po e pim ka një pije, thash në regull, ajo ullë në ata në knej, i kisha flëkët e gjata, unë e derin bel, ma hullë normal, sigurisht për gjysë, se që jam tash, edhe kjo ma dhe nuk di, e kapi temen ka flëkët, pse piman ka gjata, e kështu, edhe në ndërkojrë dhe kamarjeri. Kur erdhë kamarjeri, tha që adoni me pi, kjo lypi verë, unë e kur njës kisha pi verë. Përveç langjeve, verë kur rriq njët. Po e disha vëq kisha ndëgju verë, po. Edhe tash erdhi vera, i pruni gotat, kë zotnia bashorti jemi jetës. Tash ma qiti verën, po unë pa pi e pina si sak dhe i fond. Edhe di se vëq mu kanë kollë komë, se pa pi kur adin, edhe umë roki një temperaturë madhe, kur gjë nuk desha vëq me dal jashtë. Kur desha me dal për kafiqit jashtë, agimi vëq erdhë kënina, adin, molli ma kënina edhe diqka, umë trulloj diqka, jo flokte, jo bën, jo kthej. Edhe kështu përfundoi historia misterisit për 26 vite, për 27 martesë. Çka ke thonë agimit në ato momente, kur veç ndodhi puthja e parë? A me kallëzua? Edhe ai pa një, pa dy, puthi, pa diskutu, apo du, apo më pëlqen që asi tipi është, artist është agimi, edhe unë tash unë frigova, dyqysh unë dokë si kur unë pushtoj shumë shpejt, edhe i thash, a më merti mu? Edhe a i tha, jo prita, na du të më njoftë, thash, kërë me njofti, ti s'ki nevoj me njoftë kërkan, po ti mu më një për klasës 7, se më dokë si kur adin shumë shpejt, të më pushtoj, edhe thash, mirë, ti a më donë, mas të soj. A i tha, më donë që po e bënë këtë hapë, sepse ishte lidhja familjare. A i tha, të kalzoj me kalimin e kohës, në fakt a i kishte marrë vendim. Ma ndi jonë edhe disa sena ma herët që... Për gjëna tjera, e ndjekim insertin me agimin, na tregon, më smiri aj. Nuk kam mendu se në herët të kem fatin e tillë, po që ndodhe ajo dhe besoj që tashmë me thonë lirisht që nuk kom gabue. Nuk ka qenë bashelet, por ka pas mes neve një mirëkuptim, respekt edhe ndjesi për ndryshimet që i kemi pas. Rrethonat u krijuan që dalmi së bashku për herë të parë, edhe propozova që të shkojmë një kafishta, sa në atë kohë thirej Mr. X ata, edhe kështu ndodhe. Shkuma ullëm për balë, ashtu, edhe e pyta, thash, qka për da me pi? Tha, po ti qka da me pi? Tha, shumë për marrë 1 litër ven. E ti qka da? Tha, unë, tha, po, një, tha, unë edhe unë ven, tha, dua. Mirë, balë. Edhe e pruni venën kamarjeri, edhe fillova me pi, si gjdo herë. Mirë, po, ajo filloj munges sigurisht
përvojës që s'kishte pikur ndaj me atë. E vrejta diçka shumë shpejtë, murë, që si kur soko, e piti krejt gotën, edhe natyrisht që la pak gjumë të aja, fillaj Mosku që pasë diçka ndikaj jo bashkëmirë, edhe me qenë se ish kontakti parë, të shirova me rrita forsin atë, dhe afrova, thash po mirë, i ka pas flok të bukra, gjata, i thash mirë, thash po, thash të flok, thash, pse nuk pi prejnë ti, edhe në të ishte shqyzova rastin që mi prejk flok, edhe me kriju kontakt më të ngushtë, tani për kuptani. Po tha, a merë? Po, thash, ja lojnë pak kohë se njohë me njëri tjetërin, tani, dhe ka kohë e tjera, tha, ja, tha, ti mje, tha, mu bëllë, tha, shumë, mje, tha, veç du me ditë, a mera jo. Edhe tani, më pyti, tha, mirë, tha, po, tha, më dënë, tha, ti mua. Mu më dëshën pytje pak të roma, më dërtet të zdi, për një hera, dhe ishin përgjigje që duket të vështira me dhona, dhe nuk ishin kriju, edhe i thash, po bre, po sa, thash, po mjaft. Ku më dashëm zbashku, edhe gratë, edhe burrat, me shku me marë nusën, ndërkohë edhe unë kom shku atërë, që nuk ishte zakon, ose nuk ishte tradit që edhe burri shkon të merë grumë. Kur shkova me marë grumë të tashme nusën, e kishte atëfar fustani, bishtin e gjatë, edhe shkojke për toke, edhe kur shkoj me marë, me futën në kerë, po nga një vajzë aty, po thëtë po dhe me marë aty, aja edhe me qunatë, është po lese, unë e marë aty, edhe e pash nëna vetë reagoj shumë keqë, edhe vlau i vogël aty, tha mëre këtë, tha, nuk është krejnë drejko, tha, kështu më nërsi neve. Nuk gjatë 2 orë, 3 masi që kemi marë nusën, e kemi ftu edhe mesht të familjes të grupës, edhe kështu kemi kalu një neje shumë të mirë për bashkë. Kjo ka pru një gjallëni, një freskini, ato, edhe ka njëherë, ka qenë po menoj e teprume, nashta në thojza, në atë aspekt, edhe si do bësë nëna i ka thonë pak me pas kujdes, se këtu mujnë me të kesh kuptue, me bërtit shumë, i ka thirë thëmin prej dritarë, se ka hapë edhe ka thonë nuk banë bre kështu se në keshin mahalla, e tjera e para ke që policia u shpranua edhe filloj punën. Me të drejtën fillim ka qenë një ndjenje jashtëzakonshme, parasysh se populli e priti shumë mirë. Drejtën me tonë, vetëm gjë që e ku morrej tanë jetën ka qenë arma edhe në ushtri edhe prandaj mirë po të marë parasysh që është domosdoshmëri e profesionit e kom kuptu, po nuk e kom një mirë, drejtën me tonë, nuk e kom një. Kur e marë në telefon, thot, agent, thot, kom të shu diçka, ha? Tha, një lajnë, po, kom vendos ta medala, po, pas ke ba punu matë mirë, lajnë matë mirë që kam dhe i gjuhë matë e këtë lajnë. Për natyres, unë jam ma kokportë edhe ma i qëndukshë. A dhe vetë natyra femës është që aja lësha ma shumë për, ashta është edhe ma pozitiv. Gjithmonë është mirë të këtë mirë kuptirë, këtë dëshirë për palje, për me shku ma tutje, me këshyrë gjithmonë ata për qëllimin e punë, edhe ajo është të rruhet familja, të rruhet bashkësia, të rruhet rrethet në cilën rritë familjen që është mëj, për mu është gjëja ma qëllësore, tërpsore që ekziston familja. Për fëmije, burri ka qenë edhe shumë përkras në shumë vendime jetësore, po ashtu edhe në profesion. Keni qenë gjenerate e pare policisë së Kosovës. Sa ka qenë e vështirë me qenë police, sidomos mbas luftës? Po, mas pari nuk për arroj pjesën që shkollimin edhe ngritjen bazë më kanë dhanë vllaznet, më kanë financu. Për krajin tjetër karrierën tim, gjithë më ka dhanë agimi edhe familja agimit. Nuk mund ta nashkaloj as vjerën këtë rast, as rrethin, as kunatin, as krejt. Mirë po agimin në veçanti.
nejt aty 3 vite në polici, kishim ëndra, kishim iluzione, edhe mandej besoj që edhe arrita efektin tem, sepse në polici edhe mitet informimit më ka dhënë mjaft hapësirë dhe aty shumë femra ju bashkan gjitën. Më pastaj unë kreva judikaturën dhe nga policia kalova në zyrën kryeministrit dhe aty kam punu për 4 kryeministra. Po, në polici kam qenë ushtruse detyre e zëdhënësës, ndërsa në qeveri kam punu për 4 kryeministra. Kam qenë drejtorisë e zyrës për çështje politike, një kohë zyrtare lartë, mandej kam qenë edhe në divizionin për barazi gjinore, po thjesht kam punu për kryeministrin Bajram Rexhepi, Ramush Haradinaj, Bajram Kosumi dhe Agim Çeko. Edhe kum pas një komoditet mjaft mirë, ka qenë zyra e kryeministit, kam qenë me një pozitë udhëheqëse, kam shëtit jashtë, kom shëtit në atë kuptim zyrtar, që gjithkuj, edhe këtu Agimi ka dhënë një kontribut të madh. Imagjinoni, unë kam shku kur e xhellusha, vajza ime i ka pas 3 muj, unë kam shku në Amerikë edhe kom nejt, do me thonë më ka rot 2 herë, një herë kjo ka qenë 15 muajshe, unë kam nejt 1 muj në Amerikë, kur ju më kthy, veç vajza kish fillu me ecë. Po më tregoj Agimi që vetja kish ndru pampersat. Po, Agimi ja ka ndru pampersat, sepse në xhellusha ka pas kujdestare shtesë, po natën o marr Agimi, çumshtin Agimi gjithçka. Kështu që mund të them që... Çka ndodhi në qeveri që u largove? Vishta lidhi pak me Agimin. Nuk është shumë tip i lehtë, që tha edhe jam i fortë, unë marr vendime, sepse ky është artist, tash është edhe jurist, unë jam pak një natyrë tjetër. Po megjithatë nuk njoh ndonjë, po menoj për gjëratën tem, po foli ndonjë burr më përkrahas për grusës së Agimi. Më pastaj aty punova në zyrën e kryeministrit, edhe rastisa që herën e tretë në Amerikë të shkoj te një mike jemja, Xhelane Jajoga, në dasmën e djalit saj, dhe aty takova bashortin e saj, Hari Bayraktarin, një biznesmen i njohur, domethënë, edhe duke shku në dasëm, meqense shoqja kishte shku më përpara me bë përgatitjet, ai më pyeti, zdi u dha një pyetje rasti, tha, sa keni pagën fëmije? A një biznesmen shumë i njohur, Hari Bayraktari, edhe i thash $500. Edhe ai më tha një fjalë, shef, e bjen një person, edhe sikur të kfilat, edhe më tha, shiko fëmije, kur mendjen tane nuk e pagun paraja, e nuk është mendje. Ai u boni që të mendoj edhe thira Agimin prej Amerikës, thash, Agime ku marr një vendim, se kjo gjithmonë nuk ishte thënë, ai tha çfarë? Thash, unë kam marrë një vendim, do dal avokate. Edhe në atë kohë e falenderoj kryeministrin Agim Çeko, i cili më dha mundësinë, për 6 muaj ishte ligji mbi shërbimin civil, unë kisha mundësinë që ndras se nuk kam sukses në avokati të kthehem, por se që po e shifni nuk u ktheva kur, edhe po të mjepet posti i farministrit, prap nuk do të ndroja profesionin që e kam me një post i cili e di se një ditë do të s'ka donë. Po. Sot gëzoni epitetin si një ndër avokatet MMZ. Faleminderit, më këtë konsiderat. Ç'është është me punu punën e avokate? Sa është e vështirë mu mirë me klientat ndryshëm edhe me raste të rënda që ju i trajtoni? Në fakt, tash, kur kam shku në polici, kom thanë është profesioni jem. Kur kam shku në qeveri, kom thanë imi. Po tash po e thamë me plot përgjithësi, edhe pse unë kam 51 vite, e kam edhe gjysmën e jetës përpara kiki, sepse në Amerikë thonin në 50 vite fillon jeta. Po unë e thëmë, kjo është profesioni jetës, unë jam, do me thonë, me shpirt jam më shumë penaliste, nuk më me imaginu me qenë pa këtë profesion, është mjaft i vështirë, për shkak se ligji lejon, garanton që duke u nis nga një rregull se çdo kush është i pafajshëm derisa vendimi ta merr formën e prerë, edhe është avokatin e kalon ligji që e ndihmon të pandehurin, palën e damtume, sepse tani kuptohet avokat me një herë mbron palën e shtrenjtë. Unë kam raste që e përfaqësoj familjen e damtume, po kupton? Është profesioni i mirë, është edhe mjaft, po menoj edhe në pikpamje ekonomike, është ka krijuar një stabilitet në familje. E përmendet që udhtoni shumë, jashtëzakonisht shumë, edhe me punë, mirë po edhe me shoqëri. Në kretë. Çka të ka bo përshtypje në një restorant në Amerikë, disa foto? Kjo është një restoran që është në kuadër të State Departmentit Amerikane dhe këtu kena qenë grupi parë i policisë me Behar Selimin, Ganimet e Mulin, Arta Gashi e tjerë. Edhe çka më ka bu përshtypje, siç po e shihni, ky restoran ishte me personalitete të njohura ndërkombëtare që janë ushqyer në këtë restoran. Edhe mu çka më interesoi, nuk ishin të interesuar çka po më shërbejnë, se diçka e disha që kanë na shërbyer. Po e kqyra në kënd për fatin e keq, këtu nuk figuronte asnjë shqiptar. Unë e lipsha shqiptar, aja kanë kushtu dikuj një vend, tash edhe këtu na qumë sepse na
kena qenë me ftesë të State Departmentit, edhe këtu na çoi, domethënë State Departmentit drejt Washington DC që kanë qenë një ndjenjë veçantë edhe pikërisht e ku marr fotografinë me pas unë jam një mjaft e ndërruar me këtu me qenë, po natyrisht fotografinë. Këpi bjen shqiptarja e parë që keni drekun këtë restoran. Jo, nuk jam unë, jemi këtë grupi i parë i policisë, i përbërë për 14 vetëve, ka pas edhe minoritetet të tjerë, vetin 2001. Mirë, po realisht, na kena shkue, realisht me shiqu, kena shku si kur grupi parë institucional në Amerikë në vitin 2001, e pas neve mandej kanë shku shumë policia, sepse është përkra shumë policia Kosovës edhe përkrat nga qeveria amerikane. Tani në shtrada, ta ndjekim një insert me një shoqe të ndën. Me fëmijën jemi njoftu prej vitit 2001, gjatë një vizite zyrtare që kemi pas në Amerikë, e organizuar për policisë Kosovës, dhe prej atës jemi nda si herë kur. Shoqëria na ka vazhdu natyrisht, sa që jemi familjarizuar dhe me familje. Gjatë trajnimit kemi qenë edhe në qytetin e San Diegos. Kë ishte korriku dhe shkum vikend, qëlloj vikend dhe shkum për mulam në qenë. Ne hymë në det dhe nuk e ka mendu se ka fobi ashtë madhe prej ujit, edhe ajo është rëzu, unë e ka mendu se ajo në ndërko mundet më ngrit, edhe kam fillu me vrapu në det mula. Një shoqe tjetër, Merita, ka vrapu pasaj edhe ka marrë, ka ngrit në altë edhe e kam pasë vërtet ka qenë një gjendje shumë serioze dhe shumë kritike, se mandej kur dëllëm breg e panë se ishë zbeshon. Në një verë, shkum në det edhe me bindje i thash se ka me ta zhyt kryt në ujë. Duke mendu se për ja largoj pak a shumë atë fobin që e ka prej ujit, edhe me të thanë vërtetën, e ka pak fobi dhe thellësin. Thash, ka me ta zhyt kryt në ujë edhe ka me të hekë. Mirë, pa jo, u sill shumash, për tha jo zgudzon, tha se prishet shoqëria zgudzon. Derisa unë fillova pasaj të vrapu me ndjek, ajo veç e pasi isha shumë e vendosëm ja zhyt kryt edhe ka fillu me zhyt vetë kryt. Ka veti shumë mira, pozitive, njerëzore, humane, edhe që ka ndoshta muj me vequ si një veti ma i nërën, tek ajo është falja, edhe pse ndoshta ndojherë e ka një qast apo një moment me cilin mundet paka shumë u idhnu me diken, prap se prap e falj, e arsyton. Po vërtet nuk është materialiste aq sa paragjykojnë njerëzit, se i merr rastet shumë shpirtnesht. Unë sinqerisht jam shumë krenare me ty, fëmia apo dadosh që është shuj kështu prej qefit edhe prej dashurisë të madhe që e kam për ty. Edhe shpresoj se kur asnjëherë s'do të mundemi me u nda unë e ti. Qa më gëzove me këtë story. Ky është një insert në një nga udhëtimet në Gjakov keni qenë, apo jo? Po, këtu jem të shoqja Gjelane Jajaga, kur shkojmë zbashkus dhe jatë kalzoj ganja, kretë familja, se na e kem gjipin edhe në nëzën 2 familjet edhe kur shkojmë. E këtu është këngëtari Besim Avdyli, një këngëtar që kënon me qiftelisë, unë jam folklorin e du shumë, edhe i di ato konkret mi kënu, edhe kë Besim Avdyli s'di, nështë e adini është një këngëtar shumë i mirë, po aty është një këngë edhe kë e ndryshon tekstin, edhe e thot fëmijën, glavic, agime, edhe kalojmë një natë diçka fenomenale. Të zhytja ujit që e përmeni ganja, në moshën 2 vjeqare, kur kam qenë motra më ka të regu se unë kam ram pus. Edhe fati e kum pas një fustan, që është hap ku diju në si qadër, edhe gjyshja vëqë vetë ka qenë shpe, motra se më ka të regu Nazmia edhe mera ajo një shkop, edhe me zi më dzjerë, edhe thjesht isha kanë veç të shku. Ndoshta më ka fiksua e si fmi, po për këto vite unë e kur kokë nuk e shtinoj, edhe tash më jem dërzu. E përmendi ganja që keni një zemër shumë të madhe, jeni shumë humane edhe dini me falë. Sa është e vështirë me falë?
Menoj që është puna më e lehtë. Vetëm njeri du të me mendu me dalë në pozitën e tjetrit, edhe me thonë valë si kisha vepruar me qenë pozitën e tjetrit. Ka njëherë duket, e përmen edhe agimi, femija falë, ka njëherë duket si kur është thyrje krenaris, po unë mendoj që njerëzit e dashur edhe njerëzit nevojt duhet t'i falësh. Kur e keni bërë këto? Këtu jam studente, kjo foto i ka pëlqyer agimit, edhe këtu jam do me thonë e fejume. Edhe agimi është shumë fjalë pakët, nuk fletë shumë. Edhe ishëm dhomë fjetjes edhe kur qova në mëngjes po më prek një letër, edhe kur për shof të duha agimi, mu do ka absurd, thash po ti njeri Atër çudi. Ju merë çudi, po për ata dhe ku më rujt kitë kujtim, qysh të dua, ti gjithë natë nejte me mua, ma let me ta thonë me goj, a me ta shkru me fjallë. Nëse mirë, me gjitha te është një kujtimi mirë, ndërsa unë këto edhe të dua femija e ku më shkru këtu, për edhe i thëmë 50 herë ditën, kur jena mirë. Bile po ta tregoj një insert kështu, shumë të shpejt, mos ta marrim misionin. Shkum në Shqipëri dhe shumë i dhnu diçka me agimin. Erdhi një Samire Pine, është një doktor e shkencës e Shqipërisë me nanën e vet, u nderoj shumë na pa. Edhe kur erdh, ajo plaka kishte qenë grua ambasadori në Kinë, në kohën e Enver Hoxhës, një gru perfekte. Edhe i pëlqeu shumë agimi. Edhe një moment më drejtu tha, si e ko emrin? Unë i thash, isha i dhnu diçka në te, thash Ersir. Ajo i tha, ter thash, ju drejtu asaj vajzës dhe tha si Ermërita Kosovartë, tha dërë këtë djali emrin ter. Tha ju më i tha se ko emrin ter, tha po e ko agim. Po pse më i bia ime thu kështu? Thash pse, kur e du fort, agim, gjithë shka fillon me ta. Thash po sot diçka më ka nervozu, po më du këtë ter. Me një kujtimin e territ, të agimit. Faleminderit shumë. Një kujtim shumë interesant. Me agimin keni edhe 3 fëmijë. Fëmijë, a keni qenë nën e mirë? Si non, shumë nane, si non, ma, do të me qenë non për me kuptu sa është një non. Po sa ku mund me ju përkushtu fëmive, nuk e di sepse... E ndjekemi në sirtin me ta... Ajo është pjesa që kam frikë që kam i të bërë, sepse kariera jam, puna jam, angazhimi jam, të më nuk kretë mira atu, kam frikë mësë ku me të bërë që fëmive. E ndjekemi në sirtin me fëmite dhe të shofim se qka kanë thonë ata. Unë e me majnë men që nuk më pas në e farlej ndryshimi shumë madhë personalitetit tem, që masane me pas edhe ndryshim raportin me nanës. Pej fëminis, më do kësikur gjithmonë jemi kanë një farlej njëre edhe nanë e birë, po njëkosisht edhe shok edhe i kem besu shumë njani tjetrit. Për dalim për vllatë që në fëmini u kanë maj let me babën, për shkak që këta e ka një personalitet më të parafert, unë im kanë me nanën. Ta përshkruash faktikisht personi mas shumëti që e dashurën nënën është shumë e vështirë. Nëna është në familje cila mas shumëti që mirët me punë dhe është mas shumëti e ngarkume në familje, për prapë nga gjithaj ngarkes, buzëqeshja asnjëherë nuk i mungan. Për dalim për faktit që nana është edhe avokate tjerë, u detyru me qenë edhe avokate brenda familje, sidomos në fëmini dhe në moshën adolescencës për vllahun ma shumë. Si fëmijë ma shumë i kom për ngja vllau dytë, jam kanë edhe më problem. Edhe që jam kanë ma vogla, zakonisht nuk më kam përtit edhe qatë shumë, mi kam plëcu krejt dëshira që i kom pas. Unë mendoj që për nga pomja i kom përgja nanës për karakteri babës. Kur të thot diçka, do të mja kry në sekund ose ja nis me njëherë t'i përmend disa gjana që s'ki qare ta në pja kry që të sen. Unë thëmë, unë kom qe veç gjysmën e punës mamit me arrit në të ardhmen. Për dalim nga vllau, unë kam qenë ma problematik, për arsye që kom pas shumë probleme, kom bo gara me vetura shumë, edhe nana ka pas probleme me mu shumë u dashtë më mirë të në kohën. Nana, kur isha i vogël, më pa thonë që do të me marrë vajzën të dashrën muslimane, shqiptare, mos tjetë katolike. E unë i pa ta thonë nanët që do ta marrë zëzake. Sot e kam një shqiptare, muslimane. Gjatë luftës, ne jemi kanë vetëm një ditë në Mblas. Me 7 prill, u largu me tren drejtim të kufirit Macedon edhe
atje nana, atje me njëherë tentu me largu prej kufinit edhe me dalë në vene tjera. Edhe unë ndajta prej turmës. Edhe në qatë farë gjendje shumë tranë, qatë farë krize momentale, nana bon një bërtim ashtë madhe dhe ashtë fuqishme sa që i detyroj gjithë portën Maqedone me hap portën edhe me i shtiu shtartë edhe njerë që brenda turmës e cila një farë mënyrë mbytke njani tjetrin mu më nxirë, mu më shpëtue për arsye se isha 7 vjetë e gjysmë edhe isha më prag i vetmi që u ndajta nga familja dhe atëherë në atë gjendje shumë letë ka qenë që dhe më thonë me hu prej familjes. Pa e parë se qka është sa e fuqishme është ndjeshmëria shpirtnore nanës ndaj fëmijët. Ushqimi më i mirë që bën nana është pitja. Ushqimi më i mirë që më pëlqen është makaronat që i përgatit mami në vikend. Mu më pëlqen mas shumë të pogaçja që e bën nana dilën. Nanës mas shumë të jakona qajin e zi, e pen që një kohë gjatë, biledhon e kum ga, na 2 e pin qajin shumë. Po, këta pinë një qesë. Mam jo me fatë dhe jo krenare që të kam një nanë si ty. Një nanë e dashur, një nanë e afërt, mbi gjitha një nanë burërore, të duashëm. Jam krenar, mami, që të kam të duashëm. Me këtë storje, s'pari se sarë që shkruaj dhe në rrjetin social, i lutemi Zotit tonë si nanë, që gjithë fëmijët e nanave të botës të jenë të shnosh, jenë të mirë, edhe të rriten me nana. Unë jam nana më e pasur, sepse pasuria nuk vlerësohet me para, po vlerësohet me pasuri shpirtërore, si ndëgjut edhe para folësit tjerë, po pasuria më e madhe që më ka shpërbly madhe Zot, jam edhe besimtare absolute. Janë këta 3 fëmijët e mi që deri më sot kur atë cepin e zemrës nuk ma kanë prek. Azdreni që e përmeni këtë storin që mi mushi sytë me lot, është do me thonë edhe kam shkru një artikull në atë kohë në rilindje, kur jeta dhe vdekja rrinë pranë e pranë, sepse na tu dalë në bllacën e të mërshme, ma kap turma Azdrenin, e ka pas të veshën një mëndit kuq, edhe na kalojmë në aton, edhe mu më dalin kështu me automatik kushtarët, me të kushmet aty, edhe aty e di kum shti dur qështu, edhe ja kum shty automatikat, edhe jam kanë gjendje më u cëptu me ta, edhe ma ka kap turma Azdrenin, aty e kum panin djenjë, Zot e lu Zotin mës ta provoj as në njën, a dina e shpreja kur shëshërdise, shkur dënë me dalë nga vetvetja për fëmijë. Prandaj është, do me thonë... A the hupi djali? Definitivisht, lihet që thash hupi djali, po vetëm kush bëhet nën, mund ta kuptoj ndjenjen e nanës, sepse këtë ndjenjë e kalon Zoti i Madh. Do me thonë, një herë dojmë nanën, duke u rritë dojmë edhe një person tjetër, shambull bashortin, mandej krijohet jeta, lind fëmijë, mandej ti tan jetën, punon, vepron, frigohesh mos po gabon, e po hin gjëna, po ndodh diçka me fëmijë, edhe këta janë motivet që une do me thonë jetoj, punoj edhe knatësi ma të madhe. Keni fëmijë të mrekullueshëm, fëmija. Faleminderit, kështu më thojnë krejt, po nuk më bjen mu me thonë si nanë. Sa ka qenë vështirë një vajzë prej fshatit me ardhe dhe me jetu me një familje qytetare? Me shërbyqajat, një përshtat vjerës? Nuk ka qenë se kum bo që ka kum dosht vetë. Nështë ta ma bën halal vjera jam, që tha gimi... Pa nuse e kun? Jo nuse mirë. Nuse mirë në atë kuptim, sepse mu ka duk vetja mjaftë ngritur, për kum pas vlera ma shumë se sa mu duk një nuse e mirë. Si që përmeni dhe agimi, për shambull, vishala vjera ma ka falë, këta kanë qenë 5 antarë, unë i marrë për një familjes 20 antarëshe, këta kanë full me qëtësi, unë e kanë full kjo që jam, pa ndryshu kur heq që jem dalë për kati të rritë, Azdren, këtë mahalla kanë ditë, dhe ke vira këtë lagjave për din që je këto u letorin, që po menonoj nanë, unë e pas brez, për kati të rritë parin, për mi u përshtat mahallës. A di do me thani, kum pas të para gjykime që nashtë një ku për lagjen, nuk ka qenë regull, po në edhe sot nuk jetoj me regullat e tjerve, jetoj me regullat e mija. Jo mundona, që të kuptoj që vjerit e mi, jëmë prind të burit tem, edhe derisa unë javdu djalin e tyne, ata për mu jënë gjithë shka. Jëmë mundu të kuptoj që qëta djemë të me të falemderit që pëthuj ki fëmijët e mirë, jënë qasoj familje, edhe unë mës të ndryshaj. Mirë për ju aqë nuse e mirë që shdi ndër nuse mi fladit vjerat, edhe falenderoj edhe vjerën që për mu ka qenë shumë përkrase është. E keni fladit vjerën, a nuk e keni fladit, edhe qëfar vjere jeni ju sot, e ndjekim insertin.
U konë jashtë normale që mirë, e zgjut, e dashne, e zoja, po ka njëherë, i ke pipunës, atë shamë thaj ke mu, oj non, shtu në ndilën, unë 3 kati kishëm shpijen, unë e fshi krejt e pastroje e kurose shako, ta ma maron ti qaj, u bi qaj ta maroj, e ullë ke pi ke qajve që krejt grojt këshive më kanë kish merak me pi qaj, unë e me aqit. Oshte zoja, pa goiste është për veti. A me mu ka kalu tepër, dishka jashtë normales. Bërtit keme zotë nëllë, mo që keme nuk bon këtu zonin, femnes nuk bon muni. Non, oj bi nuk bon këtu me shku t'jenu, se qish me shku në përkojshi pa mu. Pa no, ta kur gjësosht, ja, me iste me ju, e shko, po nuk udhnojke. E buri e më gjetë më ka thonë, zgjedhe fjallë që ka po flet me to, mos të shtin me gatu, mos të shtin, kur i bike qepe, shemë u bike pipunës, u lojke është për lojke, tingon në nosh, dola. Dole, vallave që mu kishin gratë norma dite me po nusën, u silken korridor, dola, ku më i non, pa e kom musafirin, valla s'kom shkajnë bone, kom punë të mija. Ne për darsma, ne për ditë grave, shkoj shumë ma e mira mu do këzi. Edhe njëherë po tom, na dunjoj e vlad në dollë. Unë e kom njoftë edhe para se më konë në lidhje me Azrinën, si një avokatit suksesshme. Edhe gjithmonë e kom pas përshtypjen që është shumë burrnore edhe shumë serioze. Edhe gjithmonë mendjen teme kom perceptu që është tip ma i rënë. Po sinqerisht kur dola me takimin e parë, ndryshoi plotësisht bindja, është shumë e afërt, edhe dashurinë edhe qatë ngërësinë që ma ka afru me një herë, e kom ndryshu plotësisht bindjen. Për me fol për një personalitet si që është Vjera ime, në fakt në din jam mjaft e privilegjume, sepse përveç titullit që gëzën, edhe nga vetë familja, kuptohet se sa e suksesshme është si në profesion, ashtu edhe në shpe, si grua, si nën, si nuse, tash po ashtu edhe si vjehër, ku gjithmonë për gjithë ne, njerëzit ma dashur saj, mundohet me bo gjanë e duhur. Kështu është tipi qetë, është tipi butë, është shumë me karakter të fort, edhe mëj me thonë që është e drejtë. Ndonjëherë i marrë lakmi edhe ndiham mjaft me fat që e një se është njëri ndër personat ma dashur, ma tolerushëm dhe ma gazmor. Kur fillsha me Azrinën, sa kam qenë e fejume, the isha qa për bëna e mirë, the ke që vëllam për rije, mami pilan ente për të kënën ti. Gjithmonë e ka ata që thot, une nuk mëj mi u dashë sa fmit e mi, që shi du, thot se gjitha ato vjera që thojnë, o du ma shumë sa djallin tema diqka është kjo rren, as ju nuk mëni më mdashtë ju mu sa nanën e ju ose ma shumë sa nana ju. Kam pas shumë fat që Zotim ka taku me ta, nuk e thëm këto vetëm para kamerave, po sinqerisht është shumë e mirë. Po, ka kshila, ka na lendo, thot edhe pse jo me re, bile pak ma herë më tha, po taloni amanet që kur ti bëj fëmijët e tu, kur gjë mos bë para fëmijëve tu. Njëherë ata, mandej shko me punë tjera që i ki. Nga i përkasim edhe të njëjtit profesion edhe kom taku kohën ma të mirën kur unë kom pas nevoj për këshillat e një profesioniste. Lumë ajo që e ka Vjerën si unë. Gjithë thot krejt punë që ka i ki, sidomos edhe në familje të baba jëtë, kur mos ja kallzo burrit. Kallzoja vish dosane këto tjera maj ma shumë për vetit. Kur vjen puna mes neve dhe mes djemve të saj, flasë edhe në emër tritës tash, gjithmonë amon anën e neve. Edhe si një vjerë, edhe si një nanë, po në shpresoj shumë edhe jam shumë e sigur që në të ardhmen dhe tjetë edhe një gjyshe e mrekullueshme për fëmijët e tanë. Dhe kisha dashur që veç gjysmën e suksesit saj me arritën e njëtë. Fehmije, çfarë ndjenje është tash ju me qenë vjehër?
Shumë djenje mirë. Ama shumë ty po të ngojnu se ty, ati vjerën tonë dhe dikur? Po, shiko, është ecë me kohën ajo. Vjera tha, më dortë ma shumë se e vlad. Nëse eventualisht në herë e kom lëndu në atë kuptim pa dasht, sepse karierën e kom pas për para punër në angazhimet. Mirë po, me gjithate, kur e përmeni fjallin egoiste, ajo në kupton, sepse gjithë thot tjera ato në vetën njerë, ma ndej tjerë, si shdolin edhe rejat që i kam këshilu. Po, tash jam, do me thonë, në pozicion, jam vjerë, edhe Zoti madhë, si ju më ka shpërbly me fëmi, shpërblimin tjetër ma ka qu me 2 reja, i kam të shkolluara, të edukuara, të familjeve të mira, edhe thjesht mu jetën ma ka lëmëtëru shumë, te i mase. Aqë mirë kalojna me yllken, nështë e ka përmen, sa që është një insert i thujmë a i veni dashni, se sa jenë kontë fejum, unë e që isha me vetur, bleshëm sene, unë alë shumë bëj shumë abet, më romu takum atë. Rritën tani kena në proces për me mara, po kuptan. Edhe në moment ajo vish kur të vjenë shpe, më do këtë shpia ka ndryqu. Thjesht është shumë djenje mirë, nështë është gjdo vjerë ndjen, por nështë nuk din me shprej. Thojnë, vjera është i organi resë. Ndimu e ka pak rejnë, se ajo doshti, ajo ka në shpijen tënde, edhe fëmija ajo të ndijet ma i sigur të aty pranë teje, prandaj ka njerë kur vjen do një dialog mes djemve dhe këtyne, une gjithmonë anoj ka nuset. Ju jeni një vjere. Natyrisht i du fëmijët ma shumë. Sigurisht. Po, anoj nga nuset, edhe kam dëshirë këtu më mësu që këtu më botë forta, edhe këtu me kjenë personalitete. Si që përmendi edhe Rita edhe Julka. Po, urojme që një vjere t'il, një vjerë shembull, edhe me mbje gjithmonë kështu. Para se të shkojmë tek rubrika e radhës, do të njekim marketing dhe pastaj rikthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer sërish në studio, është radha që të vazhdojmë me rubrikën e vërtet apo guxim. Fehmia, në këtë rubrikë ne kemi një pyetje për ty, të cilën ti mund t'i përgjigjesh apo refuzon dhe pastaj vazhdojmë me veprim. Okej. Në këtë rast pyetja është: cila është e vërteta që hezitoni dhe i refuzoni disa raste pavarësisht parave të majme që mund t'i merrni? Edhe apo donë mu përgjigjen këtë pyetje apo do veprim? Po, pavarësisht faktit që në disa raste mund të marrë, do me thonë, të paguhem shumë ma mirë, si avokate, qasja që ma bënë, se po folëm gjithmonë të pandehurit e veprat e rënda penale ata jo në burg, gjithmonë është qasja që e fillon familja rrethi, personat që më angazhojnë për ta, edhe në moment kur ata e shoh se jetojnë për me vnu hisyve mu, edhe nuk e kuptojnë rolin e avokatit. Cilat janë konkretisht ato raste që i refuzoni edhe nuk pretendoni mi marrë, domethënë mi trajtu? Po tash nuk po tash varet çfarë rasti vjen, unë mbroj vepra penale të ndryshme, nuk kam ndonjë vepër që me thonë që ta nuk e mbroj. Natyrisht pak marr frym të çështjet e dhunës në familje, janë mjaft komplikume, kuptan, edhe ndonjëherë ndodh edhe hupin biznesin tim se një ditë javë kushtoj të marr shembuj të ndryshëm sepse nuk është interesi i avokatit vetëm të marr para. Unë vetëm të sen çka i frigona në kuptim moral është, kam frikë mos po marr parë në atë kuptim që thom haram, po kupton, sepse ti kur ja kryen punën njerit, ai me të vërtetë bën halal ty atë pagesë. Po ti kur e mashtron, unë mundona për 10 vite sa jam avokate, këtë këshill ja kum lënë edhe Azdrenit, edhe Mixhenit, edhe Ylkës, edhe këtë familjes tem që provoni po, do me thonë, atë punë që ta bëni, ta meritoni ato, sepse Zoti shpërblen më ndonjë. E tani është radha të vazhdojmë me rubrikën Puzzle. Në këtë rubrik, ju i keni në atë shishe disa thënje, mundeni mi tërheq. Gjitha? Po gjitha mundeni mi tërheq. I lexoni dhe na tregoni se... E kom këshyr këtë shish, prej se kom marrë pse këtu me këto letra. Po, i lexoni, ndërkohë që shfaqet edhe puzzle. Kur do dal libri autobiografik, besoj këtë pyetje e ka Byrgania. Po, hapet një puzzle. Çka ke fshirë në shpirt e mundesh me thonë, e nuk mundesh me thonë publikisht sepse e di që diçka të mundon. A ke frikë nga burri apo nga pushtetarët? Këta mund ta ketë thënë vllau Agimi? Jo. A ke ndonjë fobi? Po kam.
Kush e ka thënë këtë thënie? Mund ta ketë thënë Ganja, Jo. ose Agimi. Vllau. Se kam fobi. Po, E kam edhe vllau. një tjetër. Po e marim si të sakt. Kur po dënë më mësu me notu, po besoj bashorti. Po, e sakt. Kjo foto mund të jetë foto e nusrisë time, sepse po e shoh poshtë pjesën e nanës. Po, hapët, të është e motrës. sakt. Po. Vllau Sameti, edhe kjo është gruaja e Axhës të Agimit, e cila nuk është njëtë, motra Nazmia është. Dhe me thonë knej, unë jam në mes, me lulje, këta janë të dashërit e jetës sime. E Vjera Mrapa duket atje. Po, Vjera Mrapa. Po. Fëmijë, ju keni një memorje shumë të shnosh, mbani shumë mend. Faleminderit. A mundesh me ditë, mja qëllun va, kur e ka vllau ditëlindjen, Sameti? Cili? Sameti. Si nuk ja di. Kur e ka? Të gjithëve ja di gati krejt kushereve. Sameti ka e ka me ditëlindjen? 14 gusht 1955. Po. Rahimi e ka me 25 mars 1958, Agimi e ka me 1 nëntor 1960, Javdi Kunata, Kush e ka Javdi ditëlindjen me 2 prill? me 2 prill e ka Naim Haliti, buri Ganës. Edhe dikush tjetër. Me 2 prill e Po. ka edhe Reja Motrës, me të njëjtën kohë me Motrën. Edhe dikush tjetër. Me 2 prill nuk di tash më dul nga mendja. Shoqja jote. Iqballi, po. Kur e ka ditëlindjen Vjera? Vjera ime e ka datëlindjen me 10 gusht 1940 ka lind, sepse ja festoj çdo herë. Sa veti Po, keni më marrë? shkojnë si të njëjtë. Ka mjaft, shumë, do me thonë, e shoh një vajzë shkër me një djalë, pse mos me ndimu. Deri në sa keni arritur një shifër, më duhet? Me shifra nuk po di, Mbi 15 veta, po? Sigurisht, nështë edhe ma shumë. I kam rejat e Axhës, i kam shoqet, kam djalin e motrës, kam plate, pas ke marrë vesh edhe këtë informacion. Po. Pjesë e emisionit Lemza ka qenë edhe kjo ark. Çka mendon fëmijët, çka kemi vendosur nën këtë ark? Është diçka që të përket ty, është pjesë e jetës tënde. Tash po më befason ka dëpërtut ju në shpitem, pa e marrë veshën që është në shpitem, ja që jo marrë. Çka mundet me qenë? A keni ndonjë... Sigurisht është ndonjë kujtim që më prek mund, ndjenjat e mia personale. Diçka specifike nuk keni? Po nuk po di çka o marrë. Atëherë mundeni me marrë edhe... Të cilën? Që të voglën? Atë madhen? Këto. Ulluni spari. Po. Mundeni me hapë edhe me pa çka ka. Mu kurrishtja me njëherë. Ka ardhë prova. Unë Çka për është lutën ajo? fillim edhe gati edhe në fund. Kjo është tunaza që më ka dhuru nana. Kur kam diplomu. Është një nga kujtimet më dashura për ju. Kjo është kujtimi më i dashur dhe me qenë se gishtat nuk kanë trosh, këtë tunazja kom lanë vajzës time në Gjellushës. Mundeni me marrë dhe me ne tregu. Këta ka majtë nana ime edhe kur kam diplomu, shpresoj ta kem bërë krenare, ka nxjerë prej gishtit më ka dhanë, e ku majtë një kodë gjatë, e me qenë se po mbjen e vogël, që di ka ma pas një monë shpe, këta ja kom lanë në Gjellushës që ta ma në kujtim. Dhe uroj tjetë një kujtim i mirë dhe i trashëguar edhe tek gjeneratat e ardhshme. Faleminderit, dëshiroj që edhe unë e Gjellushës ime, kur të diplomoj lemin të cilën i pëlqen, t'ja vëj një befasit të tillë dhe të ajo të rritet me mua, unë të plakët me te. Për mos me përmbyll emisionin me këto emocione, për fund, ne kemi vendosur që këtë emision ta përmbyllim në një formë më gazmore. Mas mirëti, së më emocionuve në fillim edhe në fund. Fëmije, sa herë e keni nxjerrë këtë def edhe keni këndu me të? Me 100 herë. Kam jaftu mu lo dhe ku marrë defin ku kënu. Po sidomos prej kur i kam feju djemt, yllken para 2 vjetë dhe rritën shumë herë, shumë, po edhe ndosma tjera. Edhe këtë def, ma jep, kamera sigurisht është, unë gjithmonë kam këndu me def, edhe si vajzë kur kam qenë, po tash do me thonë kam shu dashunie pa fund për fëmijët e me, as deri në Migjeni dhe në Gjellusha, nëna do t'ju këndoj për gjithë jetën, deri në fund jetës. Unë ku do ku shkoj, aty ku ka mundësi, me njëherë thoma, keni def? Po, hajde të bojmë pak atmosferë, pak çka po knaqëme. dëmë na këndu sonte? Po më zune shumë befasitër, se kam mend një kom me shku të gjykimi edhe me kënu. Ta kënoj Agimin që ja kënë kushtu jetën. Agimin, këndush.
befasu shumë. Besa besën ta kom dha, veç për i kjo agim nonën e më gjanë. Besoj mjaft? Së më dzone befasu, një më ka menoj me shku në gjykim, ti me këtu, edhe adin kjo konga e dënë pak mundëzi, se e përmen edhe ju të ka sinësert, unë e tu lohen kënoj, shpesher vjen vjera, a monit ku për njën mahalla, thashin mësu mahalla që 26 vjetë, po që di ku mësu dhe kretë shpijen, po për hatër t'juj edhe për hatër të emisionit, i rosh pak, sepse zonin se kishat përgatitur për me kënu. Femije, faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Lemza, po besoj që keni kaluar qaste të mira dhe jemi kënaqur së bashku. Kënaqësia ishte imja, aq ma tepër që vërtet një emision relaksus, po mu më krijoj kësi befasina, që rrallu ndodhin më kriju në gjykat e lektu, po në të përgëzoj kiki ty për këtë emision, sepse pardh këtu, këtë televizionin Tribuna Channel, kur po e përmeni, me njëherë pëngojnë të emisionin Lemza, kështu që thëm drejtën ti mu ma ke boni nderë, mu personalisht, po njëkohësisht edhe familjes time, të cilët i falenderoj gjithë edhe falenderoj Zotin që jam aq e pasur me këtë rreth familjar, me fëmijë, me burr, me reja, me vjehri, me kunatni, me vllazni, me fshat, me rreth edhe me juve këtu. Faleminderit. Kaq kishim sa i përket këtij emisioni. Deri në takimin ton të ardhshëm, mirupafshim.